Po, Bujar Muli është një bashkëshort, është një prind, jashta kamerave unë merrem edhe jam i licencum për bodyguard në Evropian, ndërkombëtar, merrem me sigurimet VIP-ve, merrem edhe me bodyguard, domethënë kur kanë nevojë me qenë afër thyja 24 orë gjatë një eventi që e kanë, ose ndonjë përcjellje që kanë me shku dikon, domethënë jashta kamerave i kam unë këto veti që i punoj, domethënë këto punë që i punoj. Bujar, po na intereson si ishte fëmijëria juaj? Po, unë si fëmijë gjithmonë më konë, që thojmë na si hiperaktiv, kur s'ka mujt me qëndru një vend. Fatkeqësisht në rinin time nuk kem pas kamera për me nxizu, dësane çka unë i kom pas si fëmijë. Tash mundemi të tregu, po duken diçka sikur të pabesueshme. Cilat kanë qenë ato? Po njëna prej atyme ka qenë edhe kurën si fëmijë, dikon 10 vjet ose 11 vjet. Po di saktë sa i kom pas, si fëmijë e di që kom arrit edhe me shtyp traktorin. Domethënë traktori është këqapeshe rënd për një fëmijë të asoj moshe. Ka pas raste, për shembull përbëj që kur kena bajt të nëherë dru që mërë të nxell, ka bova ki që unë e ku mush kolicën ma shumë se që duhet për me qu tek veni ku i kena palu këtë nëherë. Pastaj kom qenë edhe portier, si fëmijë që nga mosha 6 vjeçare. Na pa të regjistru baba në një klub atër, ka qenë para lufte, na kanë ushtru të 22 maj, mos gabosha, herën e parë, që e majnë me kur pa të më regjistru mas pari. Pastaj mas lufte, vetëm që u shliru, mi kena pas stadiumet tona, ato do më thonë kom fillu si portier. Do më thonë dykon deri te mosha 17 vjeçare, kom qenë edhe portier. Po nga cila mosh saktësisht keni fillu me çu pesha trona? Po unë peshën më të madhe që kom arrit me çu, domethënë dikun ka qenë mosha 12 apo 13 vjeçare. Ato ka qenë në koha kur me herë mas lufte, një fëqin tem e patën në Burgos, pa e patën ndërgu në Shqipëri, tash e mas një kohë e patë ardhë, mas që është liru Kosova, s'po di tash sa ka qenë sakt distanca e asoj kohë që ka ardhë, dhe kemi pas qenë ma paralagjës tonë atë të nejtë, në patarë me një fugan, apo kambi që i thojmë ne, edhe ne i gëzum kur e pom, se shumë paku gatë, edhe në më në të shkarkoj këtu thos, kanë qenë me milë, edhe ato e di që i pa të thonë këtëve shokve, vllaznive që më konë ato adhin që të minin shpinë. Edhe kisha qef, që ato e di që 5 thash më zgabov që i kum qitë në shpinë edhe pa ta hecë të kun një vëlla 100 metra më zgabov që. 12 vjeçar keni qenë atë kohë? Valla, qashtë 12 vjeçar, se besoj që më konë është. 12 apo 13, s'po di tash, se unë jam korrek i lindun, tash s'po di cila kohë konë tash, që ato 12-13. Po familja të qërtojshet ku në moshën 12 vjeçare mi hedhë mbi supe 5 thas me të vërtet sfidë? Sfida që kanë, po familja zakonisht këtë rast nuk e kanë po heq, po kur unë kanë po, shambull për bëjë që e kumë bo një sen, ose këtë nëherë drut, kur i bleshëm, që i kapshëm, piskeqin, kuptohet se të që po lëndona, se jam konë i letë me babgjyshin shumë, edhe babgjyshi jam ka qenë këgja fizikisht të fort, që kam punu këtë nëherë punë kraj, që shumë kanë punë e rëndë, edhe gjithmonë kur e pa isha ato të e qu diçka ose të punu diçka, në gjithmonë e kum pas ato si shembull, kur e kum pa shembull për babgjyshin tam e kum pa kur e ka ngrit prokolicën. Me dur e ka ngrit prokolicën edhe e ka qit në kuk traktorit. Për që shkojshëm me mbledh son këtë herë. E babgjyshin do më thonë, qka e pa isha ato nësi se fëmija është si fletë e bordë, qatë sheve që të regjistran. E one do më thonë ato kom pos model edhe gjithmonë e përqysha shka po bërë nëse kur e pa isha në njëri ma të rritën sën. Që shamë të bëjmë merë mas luftë e neve nga paten kallë shpinë, e do më thonë, dikon mas një 2 vite, 3, kom pas 15-16 vjetë, ma shumë s'kom pas. Tash kur i preshin thaset qimentit me shkarku,
ose qeremidit, ose diçka tjetër, që ose dikush që ka kop një thes, unë kum dosh mi kop 3. Do gjithmonë kum pas qef një ma shumë me quane. Pse a ke pas qef mu dallu nga të tjerët apo? Kjo është domethënë e lindne. E lindne, po energjia e brendshme. Kjo energjia e brendshme, për shembull, ka raste ku më mbruk të shtëpia. Ka raste që më ka rrok në punë. Edhe do me thonë, këtë energji do na me qit jashtë ne. Ose do të me qit energjin jashtë për mes sporti, ose do të mu rrej me njerëz. E tash mu ma shumë e kum preferu për mes sportit me largu energjin, se veç vetë e di çfarë energji e kam. Është e pabesueshme më ta thonë ty çfarë energji e kam. Po në atë kohë keni shikuar një sport tillë përmes televizionit, apo vetëm të kalim ky pasion edhe çdo herë ke pas dëshirën me çu pesha trona? Unë këtë sport nuk kum ka rasti me po, si fëmijë, se kum përcjell, për arsye se na si fëmijë domethënë na kanë shumë jo sikur fëmija e sodit. Të ditën me iPad në dorë, telefon në dorë, na domethënë kemi dalë në 8 në mëngjes e na kthy 8 mbrëmje në shtëpi. Domethënë gjithmonë na kanë me aktivitete, ose me futboll, ose që luajmë msheftash, ose që na pas dhe lojna çka tash ju tregu fëmijëve të sodit, thotë ç'është keni mojt pjetu me këto zanan atku. Jo, nuk e kum po unë për veti kum pas shef me lexu, edhe kum pas shef babgjyshi, Rames Pjeti post, ai gjithmonë domethënë kreshnik këtu në herë që më paskon të fort. E Muja Halili. E domethënë kur kallëzeshin për ta që kanë të fort, aty aty kanë si mite. Po e kisha domethënë atë çefin që po du më bëj fort. Tash kush ishin ata nuk i disha. Derisa kum arrit me lexu me një libër, derisa kum arrit domethënë me lexu edhe me një historinë e Omerit. Për shembull, Omeri është një prej sahabive shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ka qenë njëri prej sahabëve më të fuqishëm të asaj kohe. Edhe kur kum lexu për trimnin dhe burrnin e tinaj, domethënë kum thonë po du më bëj si ky. Me kalimin e kohës domethënë kum kuptuar se Omer s'bën më. Po thosha velet bona 1%. E kjo ka qenë domethënë ajo që unë e kum pasur, dikush e ka idol për shembull një sportist huj. Për shembull dikush e ka Van Damme, dikush e ka Chuck Norrisin, dikush e ka secili ka ato preferumin e vet. E unë këtë njerëz se kum po kur vetëm sa çka kum lexuar dhe kum digu historitë tinaj, çush ka qenë burr i madh, me fuqi të madhe, edhe me trimni të madhe, po me burrni të madhe. E mu që kjo më ka vy. Domethënë, jo me pas fuqin e burrnin mos me pas, po kum pas shef mi pas tana. Edhe fuqin, edhe burrnin, edhe trimnin. Edhe kur kum lexu për këto, domethënë gjithmonë kum pas shef thesha më bë si ky njeri, edhe pse ai se kum po njëtën tam të çura, nëse po unë ka pëlqy burrnia, trimnia, sinqeriteti i një trimi që dësh me pas. Domethënë që ka qenë aja pe kujna unë domethënë ju më inspiru për më bë kështu që jam sot. Bujar, me qenë se jemi duke folur për fëmirin tuaj, na tregoni ndonjë sfidë që keni kaluar, ndonjë sfidë të rëndë si fëmijë, ndoshta me keni dërgu pesha, trona, apo ndonjë sfidë që ndoshta akoma e kujtoni të fëmirisë tuaj? Është problem tash mi mojt men ato se ku e got, po përveç ato me traktor që thash, që e kum shty domethënë traktorin, ato me thos me ciment, me thos miellit, është pak shumë kohë e got edhe nuk po më kujtohet për momentin, po shumë se më kujtohet ndërkohë. Ja tregoj po për momentin valla jes, më kujtohet. Është në pyetje të traktore, familja a u çudet me këtë gjatë çka po ndodhte te? Se u kam po. Po ju ke tregu? Nuk e di na ashtu e kum tregu, e s'u kujtohet që i kum tregu, se problemi është se traktorin ka ditë mi gra baba të kuptohet, po edhe vllai i madh. Edhe unë kisha qef këtë herë nuk më dhaske. Gjithmonë me çtyme. Edhe pastaj e kum atë në barë, këna pos në borin edhe pata me shpinë, që është do konë qyku këtë pozicion që është jemë, veç e pata shti shpinën edhe e pata që deri në altë të tjetë të dyrt, edhe ta shukon interesant se u dasht shpejt me lëshu traktorin e me koqit, se ta shi heke traktorit e poshtë.
e që të sen e moj shumë men, një rast e mojnë men kur vlloti patmit kjeri pa benzin, e di që kum lidh me litar Golfin, edhe pa ta vrapun për to. Edhe ky rast më kujtohet, edhe